Unë dëgjova përfaqësuesin e mazhorancës në këtë këshill, I cili ato që unë thash nuk I pranoj. Tani kam diçka tjetër të cilën ndofta kur ta them mund ta pranoja, I shtohet mendimi ose dashamirësia ndaj atyre që unë them, pavarësisht se çfarë thot ligji dhe rregullorja, dhe thot po ka të drejtë ky. Dhe në këtë jam te rendi ditës, se po filloja miratove rendin e ditës si çka kuptimi ka pas. Unë kam tek për procedurë për rendin e ditës. Dhe vetë te nenin 93 për të vazhduar zonja kryetare. Në pikën 4 të këtij neni, të rregullore, flasim gjithmonë për rregulloren zonja Alpiniqi se mos mendon se po flasim për kështu, flasim për rregullore. Është një akt nënligjor, I dal në zbatim të ligjit për vetë qeverisjen vendore që rregullon marrëdhëniet tu brenda. Se ndryshe pasaj binde që këtu mos kishte as rregull as. Dhe po ju them që projekt aktet e propozuara nga kryetari I bashkisë që në këtë rast kemi disa këtu te ky rendi ditës, të cilat në pikën 4 të nenit për katës, neni 93 thuhet në rastet ku në rendin e ditës, në mbledhjen e këshillit janë çështje apo projekt akte. 1. Për miratim ose shqyrtim buxheti, që është rasti I rialokimit. Tu keni një ca lekë që kërkoni ti rialokoni te buxheti. Flasim për ndryshime në buxhet. 1. Të paketës fiskale të bashkisë, për shitblerje apo dhënie me qira të pronave, miratimin të planeve strategjike afatgjata të bashkisë. Keni këtu disa projekt vendimet propozuara nga zonja që sot mungon. Këshilli pranon shqyrtimin e këtyre çështjeve apo projekt akteve vetëm nëse ato paraqiten dhe prezantohen nga kryetari I bashkisë. Në rast se nuk prezantohen dhe paraqiten nga kryetari I bashkisë, atëre këto ishen nga rendi ditës, thot rregulloria, nuk e thot Atir Doxha, as opozita. Ne kuptojmë që për juve këtu jemi pengesë në këto që themi, se ju doni të kaloni, të vini sa më shpejt tu, për çfarë 20 minuta ngrini kartona të jeshile, të meratoni të gjitha këto 22 pika. Por ne për fat keq tuaj na kanë mandatuar qytetarët këtu që të themi ato që nuk duhet të bëni, sepse po të jetë për ju e shkeni ligjin thash edhe një herë në të gjitha hapësirën e tij. Pa folur për rregulloren, që është akt nënligjor, e ritheksoj për herë të tretë, akt nënligjor I dal në zbatim të ligjit për veçqeverisjen vendore që rregullon marrëdhënien këtu brenda nesh. Dhe po ju them që për këto projekt akte, të cilat paraqiten nga kryetari I bashkisë, që kanë këto citime siç u thashun ju, duhet të hiqen sot nga rendi ditës sepse kryetari I bashkisë nuk është prezant që t'i përfaqësoj këto projekt akte të paraqitura në këtë këshill. Unë e di që juve ju bezdis, e di që edhe kolegu im, zoti Moçka mund ta marr fjalën të thotë, po kush po pyet tu se çfarë thua ti, ne kemi votat, do votojmë. Ne e themi, dëgjojnë, është prefektja që pasaj jep ligjshmërinë, ka institucione të tjera që gjykojnë këto që themi ne. Unë shpresoj shumë që ju të keni një fije ndërgjegje, se në fund fare, kur jemi jashtë kamerave, kur diskutojmë me juve miqësisht, dukeni si njerëz normal, kurse pasaj kur ndizën këto kamera dhe vini këtu përpara, kapni këto kartonat jeshil, sikur u përshpërit dikush te veshi edhe, ja kanë ardhur këteja nga krau djathtë thonë që po bëjnë rëmuj atje, mundi me kartona, ngrini shpejt, I ngrën ata, tak.